Parti në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4 ka lënë një shije të keqe, kjo për faktin që kishte një mungesë transparence për disa minuta, ka një mungesë transparence për atë që ka ndodhur brenda shtëpisë dhe jo në zonën ku ishte parti, por jam këtu për të dhënë ato detaje që ka mundur të kap dhe që ka mundur të mësoj. Fillimisht është e turpshme si Limi, Dolce, Ludoli e të tjerë i dhipnin gota dhe shoca pa fund Benitez duke e parë që ajo nuk pa e mbante alkolin edhe duke pasur flirte, duke pasur fërkime të neveritshme, por më e neveritshmja është qasja e një vajze si kur vjen nga rruga e Dolces me një lloj përshtirje që lë në sytë e publikut me gjithë qasjen e saj, ku e kërcënon Albën, i thonë do të gjisë për muri, e prek, e provokoj, pra e ftoj në këtë treshe, duke e ftuar që hajde kërcen me mua dhe me Limi, nga ana tjetër Limi çdo banor që kërcente me Albën, siç ishte Aurora e tërheqte dhe nuk e lejonte që të kërcente me Albën, a e bën këtë për të shkaktuar situata dhe për t'i dhënë favorizim Albës, apo e bën këtë për ta nxjerrë Albën siç e nxjerr ai që nevrikose dhe humbet kontrollin për ta nxjerrë nga shtëpia? Mbetet për të parë, pasi veprimet janë të ngjashme në kohë të afërt dhe kjo do të thotë që një skenar luhet ose realisht ai po bën veprime për të nxjerrë Albën nga shtëpia e Big Brotherit dhe të mos arri finale dhe të mos e fitojë, edhe pse po fliten dhe emra të tjerë po fitues. Por duke u ndalur tek parti që sigurisht ka enigma e para se çfarë bëri Benita kur doli nga parti, ku shkoi ajo, disa thonë që është takuar me familjen jashtë, disa të tjerë shprehen që ku ka qenë në tualet me Klodin ky fundit, i ka rënë me grusht një objekti, i ka rënë tavolinës, i ka rënë lavamanit, kjo ende nuk dihet pasi pamje nuk ka dhe janë thjesht aludime që janë në rrjet se vëllai i madh i shkputi pamjet, shkputi dhe zëri në disa minuta dhe kjo mungesë transparence nuk është e bukur, një format që është 24/7 live dhe publiku duhet të mësoj, duhet të shikoj dhe duhet të ketë përpara syve gjithçka që ndodh në atë shtëpi, përveç dhomës së rrëfimit që është e shenjtë, kjo gjë është e mirëkuptueshme. Për çfarë shkaktoi të gjithë situatën mbrëm? Pse Klodi ishte me nerva, pse Klodi i tha Londrimit ma largo Limi, nuk dua ta shikoj, nuk dua ta kem pranë. A janë fjalët apo ngacmimet që bëri Londrimi, qoftë me Elionën, qoftë me Benitën, apo degradimi që bëri me Albën, apo dhe fjalët one night stand, pra për të pasur një orgji, këta ka dashur Limi të kishte mbrëm në shtëpinë e Big Brotherit, kjo mbetet për të parë kur vëllai i madh do t'i transmetoj për publiku në prajmin e së premtes, por deri atëherë shumë gjëra mund të bëhen kat, mund të rregullohen dhe mund të sistemohen për të sjellë një variant të moderuar, por transparenca që mungoi është jo e bukur, jo etike dhe jo e drejtë. Edhe Alba Pollozhani mungoi shumë orë pas daljes nga prajmi, mungoi gjatë mesnatës dhe vetëm para ditën e sotme u shfaq në shtëpinë e Big Brotherit. Disa thonë që ishte në spital, disa thonë që ka marrë sërum në një dhomë të veçantë, siç mund të jetë dhoma rrëfimit në shtëpinë e Big Brotherit ose në një dhomë tjetër, ka qëndruar aty për shumë orë pasi ka qenë në gjendje jo të mirë shpirtërore apo dhe shëndetësore, për të gjithë ato që ju bën asaj, siç u shpreha që nga tentativat apo dhe marrja që i bënte Limi banorëve për ta lënë Albën veten, provokimit që i bëri Dolce, po dhe kërcënimi se do ta ngjiste pas muri. Nga ana tjetër, nëse Alba nuk do t'i japi fund kësaj historie, edhe pse sot paradite u shprehte me banorët që do t'i vë disa pika mbi i, betet për t'u parë pasi realisht kështu po e dëmton veten, po i humbet të gjithë vlerat, duke qenë që është lojtarja më aktive dhe po lë shpirtin për atë lojë, të mos i vendosi pikat, të mos shkojmë në ato respekti për vete, gjëra të tilla, pasi për mua Alba nëse do doj ta fitoj këtë Big Brother, duhet të nxjerrë nga shtëpia Limin dhe Dolcen, të mos bjeri prej provokimeve që e nxjerrin atë keq, që e nxjerrin atë se ku është e fiksuar, që e nxjerrin atë se ku është e sëmur në këtë dashuri që nuk është kërkundi dhe që Limi nuk ja jep, edhe pse flirtet, mesazhet, provokimet, shikimet, ngacmimet, Limi ka gjithmonë non-stop 24/7 dhe është Alba ajo që her pas here i refuzon, siç ishte ajo kur i tha ulu me mua. Por tema kryesore është se çfarë ndodhi në këtë parti, pse pamjet nuk u treguan,
pse u mohua publikut për të parë të vërtetën, kush u lundua, a pati raje, a pati zënka, çfarë pati pasi aludimet janë të shumta dhe opinioni publik, ata që i shikojnë Big Brotherin, ata që janë besnik, meritojnë një transparencë 100%. Një tjetër mesazh të gabuar që dha ky parti është që disa burra përfitojnë nga vajzat kur ato janë të dehura, i shtin të pinë edhe pse në këtë Big Brother kemi njerëz që janë mbi 18 vjeç, pra që janë të zotë të vetes, por gjithsecili dhe gjithsesi në fund të ditës t'i japësh një dorë tjetër s'ku e shikon që nuk është në gjendje të mirë, e jo t'i japësh një shoc për ta shtuar dejen e saj, nuk është dhe duhet dënuar dhe nuk është shembulli që duhet të përçojmë tek tjetri kur e shikojmë një vajzë që edhe mund të abuzohet, siç abuzohet nëpër klabe, kemi parë histori të frikshme që drogohen, abuzohen dhe ka lloj-lloj fjalësh dhe histori të ndryshme. Nga ana tjetër, një video që është bërë virale disa ditë më parë është diçka në xhepin e Dolces, disa thojnë telefon, disa thojnë diçka tjetër, vllai i madh ja thiri mbi 10 herë, kujdes, ajo qeshte dhe thoshe çfarë në bluzën e saj, në pjesën këtu, u dukte si telefon. Aludimet janë të shumta edhe për Albën që ka pasur telefon në shtëpinë e Big Brotherit, por ajo që kuptohet dhe dihet është që ka një mungesë transparence në disa situata dhe kjo gjë e dëmton vetë formatin dhe humbet atë besueshmëri në këto situata ku janë kaq shumë të forta dhe ndodhin në një orë ku jo të gjithë i shikojnë live siç ishte parti mbrëm që zjati deri në mesnatë, e ndodhin gjëra që publiku nuk i ka parë, por vetëm aludon dhe po qarkullojnë në rrjete si variante të atyre të supozuarve që kanë ndodhur realisht. Mesazhet e bukura të asaj parti janë që edhe djem, si Labinoti i ri, si Lëndrimi, si Klodi, por edhe të tjerë si Suanita apo edhe Aurora, u gjentën pranë Albës, Benitës, pak edhe Elionës, edhe pse kjo është e fortë dhe nuk ka nevojë për mbështetje, për të treguar atë vlerën njerëzore, për të treguar atë empatinë, për të treguar atë mbështetje dhe për t'i dhënë atë dorën dhe për të mos e rrëzuar tjetrin kur është keq. Kjo jo vetëm për të mos përfituar nga loja për të dëmtuar tjetrin, por duke dhënë edhe mesazhe të mira që duhen mos e shumti të ipën një format që ka audiencë maksimale, ndodhin veprime, duhet dënuar dhe duhet dhënë se si duhet vepruar. Edhe më vjen mirë që pam edhe shembull këtë mirë në një parti që u bë gazi botës për skena që duhen dënuar dhe për skena që duhen treguar me vërtetësi dhe transparencë tek publiku. Do doja të dija mendimin tuaj për gjithë këto situata që kanë ndodhur orët e fundit në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4 dhe më kryesorja, mos harroni të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.